Të dashur miqtë e mi, tashmë e dini. Edi Rama ka dalë hapur kundër drejtësisë. Ka dalë me shpatë të madhe për të mbrojtur pushtetin e tij absolut kundër drejtësisë. Ku të hënën do të depozitoj një nismë ligjore që sipas tij për të zgjidhur ngërçin, ku gjykata kushtetuese nuk arriti dot të mirëtë një vendim për sa i përket çështës së Belinda Ballukut. Mesazhi shumë i drejtë dhe shumë i fortë o njerëz. Në qoftë se gjykata kushtetuese dhe SPAK marrin vendime që nuk i pëlqejnë qeverisë, qeveria ngrihet në mëngjes bashkë me Edi Ramën dhe ndryshon ligjet. Këta duan të krijojnë një mburojë politike, duan të krijojnë një mburojë individuale. Për mos të pezulluar, për mos të dënuar, sepse e din shumë mirë çfarë i pret. I din shumë mirë që nesër mund të pezullojnë dhe mund të vënë burr. Sepse e din shumë mirë që janë zhytën të lucën dhe llumin e korrupsionit deri në fyt. Këta janë bërë më të pasur se sheikët e Arabisë Saudite, o njerëz. Këta në krahasim me sheikët e Arabisë Saudite janë super. Janë super. Sheikët e Arabisë Saudite pra këtyre janë të varfër. Sheik në Shqipëri nuk ekziston, sepse këta janë më shumë se sheika. Më shumë se sheika. Dhe ai do bëhet kryeministri është një paçaure e vërtet. Një paçaure e vërtet është, sepse është një iniciativë e nxituar dhe mbi të gjitha nuk zgjidh problemin po poston, sepse një ministër i cili është i korruptuar, është korruptuar sot, është i korruptuar edhe nesër. Mos pezullimi i tij nuk e bën të ndershëm. Minon reformën drejtësi dhe mbi të gjitha dobëson institucionet. Po pse nuk u bë gjithë kjo luftë, lind pyetja, kur u mor Sali Berisha, Ilir Meta, Erion Velie, këta i bini gjoksit me grush duke thënë që reforma në drejtësi e bëm ne. Dhe për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një politikan futet në burg dhe gjykohet. Pse vetëm atë një? Tani sepse e din shumë mirë çfarë i pret, i din shumë mirë që mund të pezullohet dhe duan të ndryshojnë kodin e procedurës penale Neni 242, i cili parashikon rregullimet dhe pezullimet e detyrat të funksionarëve publik dhe duan të fusin brenda edhe ministrin dhe kryeministrin që mos të pezullohen. Që mos pezullojnë, këta të vendosin të qeverisin dhe pse janë të korruptuar, të vazhdojnë të qeverisin. Por mos pezullojnë, sepse këta i bëjnë ligjet sipas oreksit të tyre. Kur populli shkret futen në burg brenda ditës, këta vazhdojnë ndryshojnë ligjet që mos të dënohen, dhe pse kanë vjedhur dhe kanë shkatruar këtë vend të tokë që quhet Shqipëri. Dhe nëse gjykata kushtetuese nuk mori një vendim për sa i përket me shumicës, kjo nuk do të thotë që ka një bëshllëk juridik. Është një procedurë kushtetuese. Është një rezultat procedurial dhe asgjë më tepër. Por këta nxjerrin justifikimin që pezullimi i një ministri krijon një ngarç politik dhe qeveria nuk mund të funksionojë sepse nuk ka një ministër tjetër që mund ta zvendçojë. Është ai dhe vetëm ai. Po bëjnë çdo mos o njerëz për të shpëtuar lëkurën e tyre, për të shpëtuar fytyrën e tyre dhe për të shmangur drejtësisë dhe gjykimit.